ku do jetë tash udhëtimi jon i dytë. O zot, se keni iden, me zi për pasi të rëgoj. Jam duke bërë valizhe gati, edhe thash të filloj të gjyroj, edhe t'ju marrë me vete në udhëtimin ton të rallës. Gjërat i kam këtu, valizhen, disa rroba, se nuk do marrë edhe atë shumë me vete, por unë në dy fëmijëve më duam patjetër gjithmonë rezerva, kështu që t'jem e sigurt. Edhe për veten time natyrisht që duhet të kem gjithmonë outfitet e mia. Kështu që jam duke bërë valizhet gati. Ka vajtur ora 11 të natës, edhe akoma nuk jam gati. Për arsye se tash i fillova të bëj valizhen, sepse kemi vendosur të udhëtojmë edhe të ikim. Kështu që jani me mua së bashku të udhëtojmë për në Kosovë. Dita parë jona në Kosovë, kështu që rund turim mos se prit të rinj se do bëhet nesër, por gjithsesi do të thë që kemi arritur shumë ndoshta mirë. Dhe tash i ka ardhur darka, sidomos në Kosovë ku vjen darka duhet të bësh diçka për të ngrënë vetë sepse ushqimi është ndryshe. Kështu që kemi vendosur, kemi shtuar tavolinën, kemi marrë pak sallatë, pak salcosi, fli, petlla dhe buk edhe disa pije. Edhe ndërsa këtu kemi vendosur pak suxhuk të bëjmë, sepse kemi dyqanin poshtë direkt ke shtëpia edhe kështu i marrim freskët edhe mund ta gatojmë vetë. Edhe të hajmë tash i buki herë, ndërkohë Sofiani e ka zënë gjumi se është lodhur tepër, s'ka fletur gjithë ditën edhe më ka lodhur edhe mu. Edhe kështu që do vazhdojmë të hajmë pak dark, ishim pak e vijuar fresh, morëm disa patatina, gjërat, butëllëqit e tona, tash do hem buk, edhe kështu që dy marrë gjithmonë nga pjesë në udhëtimin tonë në Kosovë. Të vinë këtu në restorant, edhe tash se kemi hangër drekën, s'ka shkura 12, unë mora këtë sallatë në qezar, edhe për shkurt kemi mora makarona. Edhe se çfarë do bëjmë sot nuk e di, do ikim tash të mbuket në një qytet tjetër, edhe do marrë me vete. Sa kemi hangër drekën, tash jemi të shkuar në Raovec, kemi vendosur mas 3 ditëve të dalim anena edhe kështu që di u marrë me vete dhe jemi të shkuar, tash do vanohemi 24 minuta, jemi aty edhe ndërkohë që fëmijët janë këtu me ne edhe di u marrë me vete. Ka qitë laknur me spanak. Atash po e prem një copë me hungër. Tash jemi duke provuar laknur me spanak. Sa mirë ka bërë. Bismillah. Është shumë e mirë. Ama kjo është mirë tjetër, po? Mirë. Okej.
Kush është zgjuar që më mëngjes, Sofian? është duke parë filmave si të morë. Është koha, ora është 8:30, dhe të shi të bëhem gati, herë të pasoj gjithë tavolinën. Edhe këte. Edhe të shi të bëhem gati, se dik ndaj mëngjesi. Sofiani është duke pirë qaj. Ha, Sofian? Basi kemi hangër mëngjesin, tash kemi vendosur si ditë diele me shkuar në Prishtinë Mall. Kështu që du marrë edhe këtu me vete sot, dita e tretë e kësaj vlogut. Sofian, kush është aty? Bella ciao, Bella ciao. Ja ku është Bella ciao? Hajde, Sofianet! Duhet të them të drejtën që sot është një ditë out fare, edhe për mu që s'hem hyrë fare, por shkon me planin ton të paraditës, me thënë të drejtën, por më vonë atëherë do lyhem të bëhem gati, sepse nuk ndihem rahat, se si ju din që këtu në Kosovë janë gjithmonë gocat perfekte, të lyera, të veshura, edhe kjo më pëlqen shumë kjo gjëja. Edhe sot vetëm që kemi ngrënë mëngjesin, edhe kemi ardhur atje direkt për Prishtinë, meqenëse ishim kaq larg nga Frejzai, ishim gjysore. Edhe kështu që ishim central fare, edhe që është paradita, ti lodhen pak kalamet, ndërkohë ku të flen pushem pak, kemi kohë për veten tonë të bëhemi gati, edhe të dajmë nga e darka. U këthim nga Banisa dhe tash kam në qunin gjumë edhe kam vendosur të shkoj poshtë ke për Okjerina. Këtu poshtë edhe kam bërë një ternim për larje edhe tharje flokësh. Kemi këtë që kam bërë. Kemi ishi, unë të shikam për kemi ishi. Edhe ndële flokët se i kam këshu se i kam edhe për ta e mila. Edhe atër kur video e fus një dush trupi, do lyhem edhe po ami gati sot për ditë diele. Edhe që më pëlqen një kjo ke shëncoj që ka gjithë më pasqyra. Në 50 minuta dhe i sa të kusha ta dhe të dhe i bëjbërë. Ndërkohë jemi bërë gati dhe kemi ardhur në dyqan me ble disa rroba për kafinut në thënë drejtën. Kam veshur sot pap një lloj, edhe kështu që t'i tregoj. Mëngjesi është dita e 4 edhe kemi vendosur të hajmë sërish mëngjesin. Edhe kemi vendosur të vim sot ke Hillsi. Jemi tu. Edhe kemi porositur se kemi zonë për 5 minuta, mëngjesi me thënë të drejtën. Sofiani është këtu. Kemi veshur rroba të reja, afrimi, bashorti. Edhe tash kemi porositur edhe kafe për pi. Si çfarë do bëjmë sot, më thënë të drejtë nuk e kem idenë, po kemi vendosur sot patjetër që të po thuaj se
të paketojmë valizhet, se nesër do nisemi. Edhe kështu që kaq kisha. Jo, hajde tash. Hajde Sofian. Tash se në pakat mëngjesi. Wow, ças paska. Do të them që mëngjesi këtu është qenka fantastike. Edhe me thënë drejt nuk di ku të filloj të haj, sepse ka shumë gjëra. Haj bukje. Po, edhe telefonin tonë e kam marrë. Tash jemi duke ikur. Vendi shumë i bukur. Në vërtet mund t'i sugjeroj, patjetër, ky restoranti, si mëngjesi për kafe, si ambienti. Edhe fëmija janë knaq, mund të hesin kudo. Edhe sidomos se koha sot e bukur. Kështu që outfit check nuk kam tregu sot, me thënë drejtën. Kam veshë këtë setin që kam ble Kelenti. Është shumë i bukur edhe me thënë drejtën i kam rënë për shme pse se muhet në ngjyrë. Po edhe ndoshta e marr. Hajde Sofian. Mama. Po, tash do ikim në mall. Ti lëm kalamet lozin atje dhe ne të qësona dhe pak. Sa është herët, edhe me thënë drejtën sot s'kemi plane. Sepse kemi mëru, i kemi bërë të gjitha, por të kalojmë sot një ditë më të qetë. Edhe fëmija janë aty mrapa, ne tash do ikim. Bëjmë një outfit check që kam veshur këtë pantallona me këtë bluze. Edhe fëmijët ndërkohë i kam vënë ring mall, kilodrat, edhe unë tash po dalim. Tash po fotem në këtë dyqan i lentit. Tash që kam çfarë po bëjmë këtu. Tash po ikim ke modo të pim një kafe. Dhe ka që kalamet janë akoma kilodrat. Isha ke lenti, por më thënë drejt nuk gjetën e gjë të veçantë. Ka aty jashtë në të këtë është tarasa? Lanë që më ba, hajtë. Hajde. Kemi arë këtu ke ring malli. Të pim kafe, pak në ajër të pastër. Që do pishtisë? Shkullë vësë. Apo do një shveps? Unë do pim një shveps ose një limon soda për shkërje. Masi kemi hangër edhe mëngjesin. Ba, kja të puve me ujë. Kemi për kafe, të shi do ly pak buzët. Se gjithmonë pi aty, po më ikën gjithmonë lapsi. Do shi dhe më bës pak. Kërigëllaj. Më thënë të drejtë nuk e kam ide në sot fare që çfarë do bëjmë. Duhet t'ikim për zërën, duhet t'ik atje, por sikur nuk kam hiq qef të daj sot. Nuk e di. Ma vënë dhe pasur shpinë, dhe bërë valigjit gati, kam një lavatriçe për t'larë. Dhe buskuqin, lip glosin në veraj. Du të bëj një parfum, kam bërë dy parfume, po du një parfum që të më rri. Shumë ai të pianos është shumë i mirë, por nuk më rrinë edhe atë gjatë.
Flokët i kam pas shumë mirë dje, mi ka bo shumë bukva të blow-outin, edhe kam preballu këtë, roni të sa provi, që kam preballu këtë. Hajtë më mjashtë, s'kam që bëj. Syzet, që i kam blerë. Vendas pak e qanta, njërë të kuletën. Telefonin shumë. Okay. Ja mirë. Sa po mora kalamajl nga Londra, se të një vendosë me thëmë drejtë të dajmë të shi në Prizren dhe kam punë. Morën 2 ujë edhe ja që nuk pinë fare. Lozin, lenujnë, po nuk e pinë. Edhe kështu që ashti që dhe ikim të makina. Edhe të dalim nga Ruin Malli dhe të shkem Prizren, ose që kanë si qarë nuk të bëjnë. Ose të shkem dikun vend tjetër. Sofiani po e merë gjumi. Ta bëjmë nunun tani? Hajde ke mama. Hajde, hape derën. Shpejt. Ndërkohë që jemi duke pretur këtu bashkëshortën time se ka shkuar në xhami për të falur, edhe Sofiani është duke lutur këtu me këtë gjë që kemi marrë ata fryse. Që të bëjnë të mëbaca, të vogla, të bëjnë. Ka të fryja. Kusën dhe lërë, së shtenë të Afrim që e gotë, mami? Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Sa kemi përfunduar, jemi gopur dhe ka shijuar jashtë zakonisht shumë. Edhe ndërkohë që po bëjmë pak qiell këtu, të shijojmë edhe pak diellin. Ndërkohë që po shojmë edhe pak diellin, do rrim pak në tavolinë. Edhe atëherë do ikim dhe në qiell sërish, por do jetë të pushojmë ushimin që kemi bërë. Sofian, shofi këtu mami. Kartën i përfundimi kësaj video për Kosovo Vlog. Edhe do mbyllim tani këtu, jemi në aeroport, edhe po kthehemi tash avash për në shtëpi. Edhe shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video.
mos harroni të bëni një like, një subscribe, një comment dhe shihemi në video rrallës. Paqim!